Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtori shefin e prokurimit në Korporatën Energjetike të Kosovës, Ymer Dragusha, për 4 vepra penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar në bashkëkryerje. Trupi gjykues, i kryesuar nga gjyqtari Rahman Beqiri, i shqiptoi Dragushës dënim unik me 2 vjet burgim, për rastin ku të akuzuar janë edhe Isuf Zejna dhe Nagip Krasniqi. Në shpalljen e aktgjykimit nuk ishin të pranishëm as i akuzuari dhe as mbrojtësi i tij. Gjykata, duke vepruar në mbështetje të nenit 76 të KPRK-s të panderit i shqiptar, dënim unik me burgim në kozgjate prej 2 vjete. Po ashtu, gjykata udhëzoi avokaturën shtetërore që kërkesën pasurore juridike ta realizojë përmes procedurës civile. Avokatura shtetërore udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta realizojë në kontest të rregullt civil. Urdhërohet i akuzuari Ymer Dragusha që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës. Ky aktgjykim vjen pasi më 7 shkurt të këtij viti gjykata kishte miratuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë të arritur ndërmjet Ymer Dragushës dhe prokurorisë speciale.